Në një moment pasakont, kryeministri Edi Rama dhe kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha janë përfshirë një shkëmbim të ashpër mesazhes përmes videove. Rama e kishte ironizuar Bashën për heshtjen e tij politike dhe për mungesën e aktivitetit në skenën publike, ndërsa Basha ja ktheu me një përgjigje të fortë. Kreu i Demokratëve ju përgjigj Ramës duke i thënë: "Ja më ku e ke Lulin, me Orionja Pampurin, me Demokratët e Atlantik, në Lidem jemi. Takim për zgjedhjet. Sot kam qenë Shkodër, dje në Tiranë me kandidatë të tjerë." Ky mesazh shërbeu si kundër përgjigje ndaj ironisë që Rama kishte bërë ndaj tij. Përgjigja e Ramës ishte mbushur me sarkazëm dhe humor të hidhur. "Omër Lul, si mos pyes për ty. Na fave syt më zotni. Po si than, vdiq Luli, edhe unë se besova, se e di që ti je i pavdekshëm. Stres zero, gjumi top, 77 po 42 se lutopi." Kryeministri nuk e kurseu sarkazmën ndaj rikthimit të Bashës në politik. "I modhje, po shqyr më Lul, shqyr dhe bravo Oriolës edhe Euro-Atlantikve që s'kan lënë vetëm se misioni yt për të largu mu duhet vazhdoj." Në fund, Rama e mbyll mesazhin me një ironi të thellë. "Në trem se ti do fitosh prapë më Lul." "Po halal se meriton vetëm bëu i gjallë më burr. Bëu i gjallë, mos mundatesh ti. Hajde vllai. Forca, Demokratët Euro-Atlantik. Erdhi dita. Rama ik." Kjo përplasje e ashpër midis dy liderëve politik tregon tensionet e vazhdueshme në skenën politike shqiptare, ku Basha dhe Rama vazhdojnë të konkurrojnë për mbështetje dhe dominim në zgjedhjet e ardhshme.